Albin Kurti nuk e ka këtë përgjegjësi, nuk thot fare ku do shkojnë në Prishtinë. Domethënë nuk ka pikën më të vogël të përgjegjësisë se çfarë po ndodh. Atje kanë rënë investimet, atje ndodhen në koncesionet e Europës, çfarë do mendoj një shtet i krijuar për shkak të këmbguljes së perëndimit, tani ndodhet në koncesionet e tij. Është njësoj si Rusia, është njësoj si Irani, është njësoj si Korea e Veriut. Domethënë në të njëjtin stad. Ky është problemi i atyre raporteve. Por unë mendoj se, ndoshta dhe më pastaj e rimarrim si temë, unë mendoj se Albin Kurti ka krijuar një trashëgimi që vlen. Nuk duket pak ironike, është ironike, por trashëgimia e Kurtit vlen për arsye se më në fund erdhi një momenti që ai e hodhi dhe pikën e ujit në gotë. Tani por i shikohen të gjitha ekuilibrat. Ajo çfarë bëri Kurti në Kosovë, bëri që rishikohen tërë ekuilibrat dhe fakti që sot ne shikojmë në Hag çfarë po ndodh me udhëheqësit e UÇK-s, ka një të bëjë me rishikimin e ekuilibrave rreth Kosovës dhe në Kosovë. Okej, flasim pak Unë besoj ajo që ju thatë më intrigoi vërtet dhe më solli kujtime personale me Albin Kurtin. Shumë përpara ardhjes në pushtet, kur ai ishte lider i studentëve. Ne kemi mbështetur në Parlamentin Evropian, në Senatin e Romës, dhe kam shkuar pas çlirimit nga NATO, e theksoj nga NATO, sigurisht UÇK-ja bëri rolin e saj për sensibilizim, po çlirimin e solli NATO, dhe kam qenë në një takim me Baca Adem Demaçin, edhe me Albin Kurtin, dhe me një ekspert të së drejtës ndërkombëtare. Dhe aty vetë Albin Kurti foli për largimin e trupave të NATO-s, që kishin dhënë çlirimin. Pra kërkoi largimin e trupave të NATO. Jo, foli do të vi dita që duhet ikin dhe këta, pa marrë pushtetin. A nuk tregon kjo dimensionin e Enver Hoxhës që ju thatë? Solli në bisedë me ekspertin së drejtës ndërkombëtare nevojën e largimit trupave të NATO, e autoeficiencës që kërkon përgjithsisht. Okej, autoeficienca nuk është një gjë e keqe në vetvete për një burg shteti. Kur nuk është racionale. Kur nuk është racionale dhe kur është ndërtuar mbi një simbios e cila ka sjell Albin Kurtin sot, që detyron shtëpinë e Bardh të prishi dialogun e strategjisë, është e rëndësishme, jo dialogun e thjesht, po dialogun e strategjisë, padyshim tregon një ADN politike të këtij personi, të cili domethënë mua më solli qasja jote në vëmendje, e kisha haruar si kujtim, por është e saktë. Domethënë unë besoj që nuk ka ndryshuar Albin Kurti, me ardhjen në pushtet ai vazhdon të sjellë të njëjtin personazh, të njëjtin ADN politike. Domethënë unë kam përshtypjen edhe e kujtoj edhe tash që edhe zoti Demaçi nuk ishte dakord me këtë qasje. Dhe ai pati që kujtojmë Demaçin ishte nga e ka adhuruar Enver Hoxhën, e ka adhuruar Enver Hoxhën, kështu që po pra. Aki, dohet pyesja pak, sepse duket edhe klasa politike e mpir. Pra, le të themi në një moment tillë opozita duhet ngrej dhe duhet reagonte. Nuk kam parë një reagim nga opozita. Po e filloj, në fakt, opozicioni kryesor duhet vinte nga presidenti i Republikës, e cila dihet që është edhe një investim në Amerikan. Pra, ti mos jesh dakord me Zoran Osmani, po unë kur kam dëgjuar intervistat e saj, anglisha e saj e përsosur etj, kontaktet e saj, edhe në momentet më kritike të Kurtit, Osmani ka takuar zyrtarët amerikan, presidenti Trump, temi ka bërë fotografi me të në evente të caktuara, pra unë prisja diçka më shumë nga zonja Osmani, në fakt. Ajo unë dalë vetëm tek një rikujtesje dhe raportin me Shtetë Bashkuara strategjike janë etike për Kosovën, po nuk pati një reagim temi të mirë fill, dhe duhet të kujtojmë që ajo pak ditë më parë ju bashkua sulmeve të Kurtit ndaj gjykatës kushtetuese. Tani, çfarë ndodhi është që u ndërtua një moment shumë i rëndësishëm politikën e Kosovës, kur erdhi përfundimi një tranzicionit gjatë të stërzgjatur të pas luftës. Dhe ndodhi një konsumim i plot i partive politike që kishin qenë pjesë e proceseve të rëndësishme. Lidhja Demokratike u përplas me leadershipin e vet, Partia Demokratike i iku një pjesë e madhe e leadershipit për Hag,
mbeti vetëm aleanca në një farforme si pjesa më unike, më kompakte, por nga partitë më të vogla. Karakterit autoritar të Ramushit, sigurisht. Edhe për faktin se kishte kryer procesin e Hagës 2 herë më herët. Më herët e kishte dalë i pasur. Por ideja është që në Kosovë ndodhi në mënyrë të pjekur, shumë pjekur nga ana e qytetarëve, ndodhi një tranzicion me një vot shumë të madhe, mbi 51%, për Kurtin me idenë që këtu fillon koncepti i vizionit zhvillimor Kosovës me një proces drejt integrimit euroatlantik të pa diskutueshëm. Me një punë të jashtëzakonshme. Korrupsioni, pra ishin teza që qëndronin. Çfarë ndodhi? Ne jemi, shoqëria kosovare është në një shok të plot të idesë, aty kishte një koncept që ishte përkuvizuar edhe nga vetë lëvizjave të vendosje, por edhe nga gjithë njerëzit që ishin lodhur nga tranzicioni me idenë që kishim një klasë politike të korruptuar me kriminalitet politik të jashtëzakonshëm dhe donin një demokraci funksionale. Dhe çfarë ndodhi? Në fakt, në vend se ndodhte tranzicioni, u zhytëm në një tranzicion shumë më të thellë ideologjik, sepse ajo që flisni ju për Enver Hoxhën, unë mendoj që kjo nuk është vetëm rasti. Kurti u bë ura lidhse e dy ideologjive të Enver Hoxhës në shekullin 21, në vitin 2023 e tutje, me idenë që shqiptarët janë të majtë dhe ideologjia e majtë të shqiptarët është dominante, e cila fatkeqësisht po përputhet në plotni me çfarë ka ndodhur me indoktrinimin e Dušan Mugoshës këtu dhe ideologjive që janë bjellur në Kosovë për 40 vite, sepse shumë rrallë flitet, po krimet e komunizmit në Kosovë kanë qenë po ashtu të tmerrshme. Vetëm se janë mbështjellur edhe me aspektin etnik, me që na kanë urrejtur si shqiptar. Po ato ishin krimet komunizmit, sepse popullata e burgjeve të Jugosllavisë më e madhe ishin shqiptarët. Kurti do ta kthej Kosovën në konceptin e shtetit që kontrollon gjithçka, nuk ka sektor vital privat, ka shkatruar çdo gjë që ka të bëjë me investimet private. Sot jemi në mungesë likuiditeti të bankave. Për herë të parë, mbas 25 viteve në Kosovë, bankat nuk japin kredi, sepse politikat fiskale dhe politikat e Bankës Qendrore të Kosovës kanë arritur që thjesht të bëjnë pamundur likuiditetin e bankave. Nuk ka qarkullim kapitali, ka shpërndarje të paras publike pa asnjë kriter, me idenë që ta mbizotroj dhe ta manipuloj popullin që është më i varfër në Europë. Ne nuk duhet të turprohemi të themi që Kurti po luan me varfërinë e shqiptarëve në Kosovë. Si ka mundësi atëre? Dhe janë 850 milion euro të Bashkimit Evropian për economic growth që janë ndaluar dhe gjitha financimet dhe investimet të tjera, sepse nuk ka investitor të huaj që do vije me një vend ku kryeministri çdo javë thotë do fillojmë luftën e re me Serbinë. Që është, unë e kuptoj, ai po e përdor si opium për masat, e thash më herët që të konsolidoj si themi ato manipulantët e vet në